Flamingot lagunën e Nartës tashme kanë pjesë të habitatit të tyre. Nexhip Hysén Lakoj, specialist i zonave të mbrojtura në intervistë për Blu TV, konfirmon se bëhet fjalë për një specie që tashme është pjesë e përreshme e kësaj lagune, edhe për shkak të kushteve të favorshme, duke nisur nga zinxhiri ushqimor, apo edhe faktin që kjo lagunë është e cekët. Pikërisht çfarë kërkojnë flamingot, ndërsa censusi i fundit tregoi se ka një stabilitet të numrit të tyre. Flamingot në Nartë janë në shpinë e tyre, pra përveç se është një habitat shumë i përshtatshëm për shkak edhe për arsye të nivelit ushqimor dhe të kushteve të përshtatshme ekologjike për specien, dhe rikthehen ose ka një popullat fikse, pra që është gjithmonë aty, por ka një popullat lëvizëse, pra që i shton dhe i pakson numrin e tyre, por censusi i fundit i këtij viti tregoi që ka një stabilitet për të mos një ngritje të numrit të flamingove, pra ndryshin 2500-2600 flamingo në janar të këtij viti në momentin që u bë censusi, gjë e cila tregon që kushtet janë të përshtatshme, ushqimi është i përshtatshëm, ka ushqim pra për këtë specie, dhe njëkohësisht shohim që edhe drejt këtyre muajve të fundit ka një tendencë të ngritjes së numrit të tyre, pra, dhe njëkohësisht të shpërndarjes në gjithë habitatin, duke përfshirë jo vetëm lagunën, kriporen deri në afër ishullit të Zvërnecit, pra që janë më të dukshme, më të shikueshme nga vizitorët. Në radhë parë janë kriporet, që janë shumë të përshtatshme për ushqim për ato, por njëkohësisht ka të bëjë shumë nga ana e thellësisë së lagunës. Pra, nuk mund të jetë habitat një lagunë e thellë për shkak sepse ato duhen të ushqehen dhe vetë pozicioni i tyre në lagunën e Nartë, keni parë që ato qëndrojnë fizikisht në këmbë, pra edhe kur ushqehen. Hysén Lakoj konfirmon se duke parë vojtimet ka një shtesë të numrit të tyre, pra kjo periudhë e pranverës shton flamingot në lagunë, teksa pak vite më parë arriti edhe në rreth 5000. Veç lagunës së Nartës ato i gjen edhe në Divjak apo në lagunën e Kunës, në zona me ujë të sekët. Nga vojtimet po, nuk kemi bërë census para për të dhënë një numër të saktë, por ka një shtesë të numrit të tyre të flamingove. Mos harrojmë që disa vite më para numri i flamingove në Vlorë ose në lagunën e Nartës arriti gati në 5000, pra dhe kjo e monitoruar nga TUAI, pra nga WWF Italia. Kështu që gjithmonë ka një tendencë të ngritje të kësaj periudhe, sidomos të muajve mars, prill dhe maj. Në Vlorë vetëm në lagunën e Nartës, pra duke shkuar në veri pastaj takohen edhe në lagunën e Divjakës, Karavastat, dhe akoma më në veri në atë të Kunevajinit. Pra është një specie që ka lagunat e cekta, pra si habitat, pra nuk mund të jetë lagunë e Urikumit ose atë të Sarandës për shkak të thellësisë, edhe për shkak njëkohësisht të prezencës ushqimore. Flamingot kanë krijuar tashmë habitatin e tyre në lagunën e Nartës, duke ofruar edhe një pamje fantastike për njerëzit.